A keni menduar ndonjëherë se si Islami u rrit kaq shpejt pas profetit? Kjo është historia e një kohe vendimtare. Pas vdekjes së profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, 4 udhëheqës të jashtëzakonshëm udhëhoqën komunitetin e sapo lindur musliman. Këta ishin kalifët e drejtë, Ebu Bekri, Umeri, Uthmani dhe Aliu. Nga viti 632 deri në vitin 661 të erës sonë, kjo epokë dëshmoi një rritje të jashtëzakonshme. Islami u përhap me shpejtësi në të gjithë lindjen e mesme, në Persi, Egjipt dhe në territore të gjera në Afrikë dhe Azi. Përtej zgjerimit, ata krijuan sisteme administrative thelbësore. Kjo periudhë ruajti unitetin fillestar të botës muslimane, duke hedhur themelet për qytetërimin e ardhshëm islamik. Ky vështrim i shkurtër vetëm sa prek sipërfaqen e kësaj epoke transformuese. Shqytuni më thellë në jetën dhe trashëgimin e këtyre udhëheqësve të shuar dhe ndikimin që ata patën në histori. Eksploroni detajet e pasura të kësaj periudhe themelore.